20 qershor. Dhurata prej së larti. Edhe ne të shumtët jemi një trup në Krishtin dhe çdo njeri gjymtyr të njëri tjetrit, por duke pasur dhunti të ndryshme, sipas hirit që na u dha, qoftë profetësi, duke e ushtruar sipas përpjestimit të besimit. Romakëve 12, 5 deri në 6. Dhuntit frymërore janë mjete, jo lotra. Ne nuk duhet të luajmë me to ose t'i përdorim për të tërhequr njerëzit e vetja jonë, por duhet të përdoren nga Perëndia nëpërmjet nesh, për qëllimet e tij dhe për lavdinë e tij, cilat do qofshin dhuntit tona, qofshin aftësi për të folur apo për të shërbyer, ato jepen për mirëqenien e kishës. Perëndia i jep këto dhunti me qëllim që, ndërsa ne i përdorim ato sipas synimit të tij, trupi i Krishtit në tërësi të mund të forcohet. Ato nuk jepen si mundësi për të çuar përpara çështjen e një individi ose për shfaqje madhështie, por me qëllim që uniteti, harmonia dhe përparimi i të gjithë popullit të Perëndisë të mund të forcohet. Kjo është arsyeja pse kemi dhunti të ndryshme, që të mësojmë t'i shërbejmë njëri tjetrit dhe të mbështetemi te njëri tjetri. Megjithatë, dhuntit e Perëndisë janë në gjendje për të nxitur harmoni dhe mirëqenie, vetëm kur ushtrohen me një frym për ulësie të vërtetë. Trupi i çdo kishe lokale rritet vetëm sipas veprueshmërisë në masën e çdo njërës pjesë. Efesianëve 4:16. Përpara se t'i inkurajonte lexuesit e tij që të përdornin dhuntit e tyre, Pali e kishte paraprirë tashmë fjalimin e tij mbi dhuntit frymërore, duke përmendur për ulësinë, duke i nxitur të gjithë që të mos ketë mendim të lartë për veten, përtej asaj çfarë duhet të mendojë, por të mendojë si të jetë i matur. Romakëve 12:3. Pa për ulësi, dhuntit frymërore mund të çojnë në kaos. Ne nuk do t'u jepnim adoleshentëve mjete elektrike pa udhëzimet dhe mbikëqyrjen e duhur, as nuk do t'u jepnim atyre sharra me zinxhir, me të cilat të vraponin lart e poshtë, përveç se nëse do të donim kërdije absolute. Në mënyrë të ngjashme, dhuntit frymërore duhet të përdoren për funksionin e tyre të duhur dhe ashtu siç duhet, që të mos kemi rëmuj. Prandaj, Pali i thot kishës së Korintit, një kishe plot me dhunti, por jo plot urtësi se si t'i përdorte ato. Se megjithse është mirë të dëshirosh dhunti frymërore dhe t'i kremtosh ato, udha edhe më e shkëlqyer për t'i përdorur ato, është ta bësh këtë me durim, dashamirësi dhe për ulësi. Do me thënë me dashuri. 1 Korintasve 12:31 deri në 13:7. Duhet të mbaj mend se dhuntit janë dhunti. Burimi i tyre është Perëndia. Prandaj mburja jon, sikur janë tonat, është marrëzi dhe përdorimi i tyre për përfitimin ton është i pafalshëm. Megjithatë, nëse praktikojmë për ulësi ndërsa i përdorim ato dhe mësojmë të jetojmë në harmoni me njëri tjetrin, atëherë do të shohim frytin e punës së Perëndisë brenda dhe nëpërmjet nesh. Ç'dhunti ju ka dhëruar Perëndia? Ngazëllohuni për këtë. Në ç'mënyrë po ju thërret ai që t'i përdorni ato dhunti për të mirën e kishës suaj dhe për lavdinë e birit të tij? Shkoni dhe veproni kështu.